Përshëndetje të nderuar miqtë mi, ja ku po takohemi sot sërish me historinë e radhës. Këtë herë pranë jush do të vi me një rrëfim nga një zonjë e cila më ka shkruar në privat për të bërë publike historinë e saj. Fatkeqësisht në shumë familje, nuset nuk vlerësohen për kontributin dhe për dashurinë e madhe që japin në investimin e një familje të mrekullueshme. Dhe një ngjarje e vërtet po i ndodhen kësaj zonje e cila ka vendosur që të ndaj historinë me të gjithë ju. Kam qenë gjithmonë një vajzë e heshtur, e rritur në një familje me rregulla të forta dhe me shumë krenari. Prindërit e mi më rritën me ndershmëri, me punë dhe me ndalime. S'kisha lirinë që kishin vajzat e tjera, por kisha shtëpinë, dashurinë e prindërve dhe të vëllezërve të mi. Kishim sofrën bashk dhe lutjen e mbrëmjes që e thoshim të gjithë para se ne të flinim. Ishte një jetë e thjeshtë, por me zemër të ngrohtë. Por si çdo vajzë e re, dhe unë ëndërroja dashurinë. Një dashuri që do të më bënte të ndjehem e plotësuar, e parë, e dëshiruar. Dhe kur u shfaq ai, mu duk si kur Zoti ma kishte sjell në jetë si një dhuratë të bukur. Ishte ndryshe nga të gjithë. Fliste bukur, më dëgjonte, më dërgonte mesazhe të gjata çdo mbrëmje. Më thoshte që do të më mbante si mbretëresh, që kur nuk do të më lundonte. Qava nga emocionet kur më tha, kam vetëm një ëndër, të kem ty për grua. E lash gjithçka, shtëpinë, studimet, punën që sapo kisha nisur. Dhe prindërit më thanë, mos shko. Nuk është njeriu i duhur, por unë nuk i dëgjova. Më dukej sikur ata më kishin zilin e lumturisë time. E si mund të kuptonin ata çfarë do të thoshte të jesh e dashuruar? Ikëm larg, në një qytet tjetër, në një vend tjetër. Fillimisht gjithçka dukej një përall. Filluam nga zero, por kishim njëri tjetrin. Flinim në dysheme, por flinim të përqafuar. Ndanim bukën e thatë, por ishim të ngopur nga shpresa. Unë punoja në një dyqan, ai herë punonte, e herë jo. E ndihmoja, e mbështesja, dhe kur ai nuk sillte asnjë gjë në shtëpi, thosha me veten time, është në krizë edhe ka nevojë për mua. Pastaj unë mbeta shtatzën. Se kisha menduar kur se mund të bëhesha nën në atë moment. Por ndjeva se ndoshta ishte bekimi që ne na duhej. Ai më tha, do ta mbroj jetën tënde dhe të vajzës son me çdo kusht. Dhe unë po që i besoja. Por pas muajit të 4 të shtatzanisë, ai filloi të ndryshonte. Filluan shantazhet, fjalët e ashpra, largimet natën, kthimet i dehur, sytë që nuk më shihnin më me dashuri, por me shumë urrejtje. Më vonë më detyronte të lexoja mesazhet që kishte shkëmbyer me ish të dashurën e tij. Më ulte në mënyrën më mizore të mundshme. Kur i thoja që më lëndonte, ai më godiste me fjalë dhe pastaj me duar. Kur lutesha për ndihmë, ai qeshte. Kur i thosha se më dhëmbin kockat nga shtatzania,
Ai më mbyllte derën jashtë për orë të tëra. Dhe unë prisja, në shi, në atar, vetëm që të kthehesha pra një buri që nuk më donte më. Por unë e doja ende. Ose ndoshta e doja atë që kishte qenë, jo atë që ishte kthyer. Vajza lindi në një dhomë të ftohtë, në një maternitet ku asnjë i afër nuk erdhi ta vizitonte. Ishin ditët më të trishtueshme të jetës time. Askush nuk i mbajti dorën kur shtyva me gjithë fuqinë që mua më kishte mbetur. As ai nuk erdhi. E kur erdhi, ishte i dehur. Më përqafoi për një çast dhe më tha mos bëj sikur ke bërë ndonjë heroizëm. Unë ndjeva e zbrazur, e shkatruar. Dhe pastaj nisi feri i vërtet. Jetonim në një magazin të braktisur që e kishim kthyer në shtëpi lagështir, myk, mungesë ngrohje. Vajza ime ftohej shpesh, unë bështillja me triko të vjetra për ta mbrojtur. Kur i kërkoja para për ilaçe, ai më thoshte, shko kërkoja atyre që të kanë braktisur dhe jo, s'dia këta shikoja më në sy. Familja e tij më shihte si armike, më quanin e përdale, padijshme. Fatkeqësi për djalin ton. Vjera më thoshte që s'jam nën e mirë, që nuk di të ris fëmijë, që i kam sjell mallkim familjes së tyre. I lutesha për një përqafim, për një falje, për një mirëmëngjes, por gjithçka që merrja ishin për çmime dhe urrëtie masive. Një ditë nuk durova dot më. Ula në cepin e magazinës, e mbajta vajzën pranë trupit dhe nisa të qaja me zë. I fola Zotit, i thash, nëse më dëgjon, më dërgon një shenjë ose më merr. Unë ndjeva e thyer, pa shpresë, pa jetë, por pastaj ndjeva diçka të ngrohtë tek faqa. Ishte dora e vogël e vajzës time. Më preku butë dhe qeshi. Në ato moment kuptova që nuk mund të dorëzohesha, se ajo meritonte më shumë se unë meritoja më shumë. Prej asaj dite çdo mëngjes e filloj me një lutje. Me një shpresë kam nisur të pastroj shkallë, të ndihmoj të moshuar, të bëj çdo punë që më jep ndonjë monedh. Kursimet e para i kam fshehur në një kuti kartoni, poshtë një dërase të thyer në dysheme. Është plani im për të ikur, për të ndërtuar një jetë të re, pa dhunë, pa frikë, pa poshtërim. Unë nuk jam më ajo vajza naive që la gjithçka për dashurinë. Tani jam një grua që do të rilind, një nën që do të shpëtoj veten dhe një vajzë nga feri. Dhe kur të rilind, nuk do të kthehem më pas, sepse tashmë e di çfarë vlen. E di që Zoti nuk më ka haruar, ai thjesht po më përgatit për një jetë të re. Dhe kjo jetë do t'jetë vetëm për ne të dyja shpirt. Sot akoma duroj. Jetoj çdo ditë me frikë, me dhimbje, me shpresën që Zoti do të më dëgjon. Nuk më duhen pasuri as para, vetëm një shpresë. Një dritare që do të më shpëtoj, një derë që të hapet, një shenjë nga qielli që të më thotë se kjo nuk është fundi, sepse brenda meje thellë ka mbetur një grua që ëndron, një nën që jeton për vajzën e saj, një shpirt që ka nevojë të rilind. Nëse Zoti më jep një mundësi ashtu siç unë e ndjej që ma ka dhënë, një shtek për të ikur prej këtu, unë do të rilind. Dhe kur të rilind, nuk do të kthehem më pas, sepse e di, meritova më shumë. Kjo është dhimbja ime. Unë në fakt e falenderoj pafund zonjën në fjalë dhe uroj që ajo të merr veten dhe të mos toleroj që dikush të bëhet zot i jetës të saj.